Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Ylli Merja tregon frutin magjik i cili bën mrekulli tek diabetikët. Ylli Merja na tregon për frutin më të ri në tregun shqiptar që ka përfitime të shumta. Bëhet fjalë për pieprin e hidhur, i cili tashmë ka ardhur edhe tek ne nga vendet e nxehta dhe kultivohet tashmë jo vetëm në sera, por edhe në tokë të hapur. Piepri i hidhur është një ndër frutat më të veçanta që kanë ardhur në vendin ton. Bërthama e këtij fruti është e hidhur si tetraciklina, por pjesa e kuqe mund të konsumohet e tëra. Këtë frut një diabetik mund të arrisë në balkonin e tij dhe ta përdorë nga pak për të mbajtur nivelin e glicemisë në gjak në nivelet optimale. Kjo është insulina natyrale për diabetikët, edhe në përbërje e ngjashme me insulinën, pasi ka polipeptidin P dhe kujdeset për ruajtjen e sheqerit në gjak. Kur përdorim këtë frut, ulen nivelet e glicemisë në qarkullimin e gjakut dhe kjo i jep trupit energji. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.